Punojësit e pastrimit në Vlorë bojkotuan punën në ditën e dytë të protestës së tyre, ku kërkojnë paga dinjitoze, njojje të vështirësive në punë, si dhe kushte më të mira. Protesta u zhvilluar qysh në orët e para të mëngjesit, ndërsa punojësit nuk dolën në punë. Ata thonë se nuk morën asnjë zgjidhje dhe pse u premtua. Sipas punojësve, kazanët janë pa rrota, duke vështirësuar edhe më shumë punën e tyre. Ata thonë se janë heronj, por ndaj tyre mungon respekti. Sipas punojësve, ata nuk kërkojnë asgjë më shumë, vetëm hakun e tyre. Nuk dalim punë, për arsye se duam të drejtat tona. Këta po na gënjejnë një javë, kaloj muaj, tu nuk dim qa po bëjmë, nuk dalim punë, e thjesht. Për të drejtat tona do s'ka zgjidhje tjetër. Kjo zgjidhjesh. Po na gënjejnë, po erdi muaj tjetër, s'kemi qa bëjmë dhe neve. Jemi në altë të madhë, ani, punën e duan të sakta. Kazandi duan 0-0, kazandi janë pa rrota, po akoma s'kemi ashtu, po tani themi si gjithë punëtorë që jemi këtu, do e blokojmë punën. Nuk dalim në asnjë në punë sot. Televizioni, ju faleminderit që na respektoni, neve kemi pasur dhe do kemi shumë probleme. Ne jemi njerëzit më të respektueshëm të Vlorës. Jemi heronj, por nuk na respekton njeri. S'po kërkojmë më shumë, po kërkojmë akun ton, djersën ton. Dhe të na imbash neve, sikur 100 lekë të vjetër, është gjuna nga Zoti. Atere, kur këta s'na vlerësojnë neve, dhe kur këta s'na respektojnë neve, ma gjinoti për një njeri, a i vi me makinë vërp, na shanë dena familje, dena dita. Po pse ndodhë kjo? Pëse s'ta respektojnë këta? Kontinenti kemi parota. Këta thonë, e keni prishur juve. A ishë malë konsumi. Sepse edhin beton, edhin lasha, edhin gjitha. S'mund t'i the mundot ati qytetarit, se a i më thot kush je ti, andërmarja, bashkia, a ka vën, po, të përballin ata. Kishim këtë antidotën, që kjo është për sapun, për shampo, për qumësht, për vezë. 70.000 lekë të vjetra, të më falni se plas me të vjetra, na i quan 20, njerë kemi marrë 70.000 lekë të vjetra, por, dhe këto 20.000 lekë të vjetra, mos na jepni, po marim këtu të ky lokali këtu, si që jemi këtu, ajtë vemi, po marim vezën e zjerë, po marim edhe një qaj, se qumësht s'ka ky, po marim një qaj, dhe me të shkruajtur. Jemi këtu, ajdeni, ja ku jemi, është gjuna nga Zoti, është gjuna nga Zoti, jemi me ejtu nga veshkat, jemi ne meshkujt, pse nga sforcua, ju i kini pishu, po ju i kemi gjetur, po jo thesari, vemi atjes nga begenisin fare, po pse, a ne si jemi njërës, kur unë të vinë në zyrë të them, mirë më njësi, unë me 8 klasë jam, mirë më njësi, ti e me një shkollë të madhe shumë, dhe bravo t'i qoftë. Mirë më njësi, asë mirë më njësi, vetë se ullin kokën. Qa, nësë jam i poshtruar, unë, ku flasë unë, ne, të gjithë, ne jemi njërzit më të nderuar të Vlorës, jemi heronjë të Vlorës, dhe shpërbim për vitëri, sikur na gënjuen me një krip, me një fasule, me një oriz, to i kam të përditshme, dhe pos para do, si që kemi marë borgje, po i dhe edhe mjeli, po atë pulën e ngordë, ku e ketë bëja $1 për fëmitur, na gënjen, dhe kur na i dhanë, gjatë punës, dhe i kam bajtur, duke punuar, duke edhur plerat kazanët, aty i kam bajtur edhe qeskën unë, e të gjithë këta, është turp kjo, është turp, është masakër. Ne jemi votus të qytetit të Vlorës, ne jemi vlonjatër, ne kemi dhënë për Vlorën, do japim akoma, për të mirën e qytetit tonë, për pastërtin e qytetit tonë, që kur të kalojnë këta, që janë me kullaro, dhe këta që na vjedhin neve, të kalojnë kështu, se të shpit e tyre, vëjnë kondinjera të mirëta. Mos shikoni të nderuar gazetar, juve jeni të vjetër të zanatin tuaj, dhe ju falenderoj shumë, dhe nuk di çfarë të them, se me 8 klasë jam, por, mos shikoni në rrugë kryesore, që kanë vënë kondinjerë, kallçuqe të mirëta. Shoni këteja, se atë rrugë që merr atë do ta jap unë. Por, dhe me lot në sy do ma jap, do më thuash, se po shqyemi,
Pse? Bashkia, qeveria, ka dhënë fondin. Ku e ke fondi? Vim kondinierët mua. I ke prishur titët. Po dalim me makina. Ja prishen shkallët. Po i pa ty dhe firmos, se po nuk firmosa, jam i mundur me kuptimin mirë të fjalës. Jam i pafuqishëm. Jemi të pafuqishëm. Do dalësh ti thot, se je i pushuar nga puna. Pse do më pushosh nga puna? Me erdhë dje këtu, dhe se hapi derën. Me erdhë dje, ju faleminderit. Më fal, mu përgjigjët, me erdhët. Pse se hapi derën zonja? Të babegenishëm, e ka marrë me spatë madhe, unë jam qi metaj, unë i kam i pte kali, unë do t'i zbres prap. Pse e them në sikleti, se ne dhe bëjmë 80% të popullsisë, dhe shumë bukur që më kanë ardhur komentet, vetë votuat, vetë bët, dhe unë i përshëndeta, dhe i përshëndes dhe nga televizorin juaj, po është e drejt, zotri, nuk të kundështoj, por do shikoni. Po, qatë të më dani, këta nuk nga pranojnë në zyra. Vedhe të ju mbrëm, e mbyllën portët. Unë ngritë për grevë, për të 3 tona. Tani këta sa hapi rogën, në hapin me vonesë rogën. Ne kemi rogën për të marë në datën 2, në hapin në datën 10, 12. 28 muaj. Andi do datë nuk në hapin. Kam 2 muaj rrisë për në hapin. Qatë të më tani. Aty jemi ne si mos përpidhje, se ajo drejtoresha se hap derën. Ka vënë shkrim atje, nuk hap derën, nuk thot. S'pranon njeri në zyrë. Pse, për çfarë arsye s'pranon njeri në zyrë? Unë kam drejtë të mia. Punojësit e shërbimit të pastrimit kanë dalë sërish këtë të mërkur në protest, duke kërkuar rritje të mbështetjes financiare, përmirësim të kushteve të punës dhe njojje të vështirësive me të cilat përballen çdo ditë në kryerjen e detyrës së tyre. Protesta u shoqërua me një bojkot të punës për rreth disa orë. Sipas punojësve, kërkesat e tyre janë injoruar prej kohësh dhe ata nuk janë pritur apo ftuar në takime nga drejtuesit për të paraqitur shqetësimet e tyre. Një nga shqetësimet kryesore lidhet me kushtet e vështira të punës dhe mungesën e mjeteve funksionale. Punojësit denoncojnë se automjetet e pastrimit janë të amortizuara dhe shpesh të prishura, ndërsa kontenierët e mbeturinave janë parota, duke bërë punën edhe më të rëndë fizikisht.